edhe këngë të Gjestit të i ki në karakter Gjestit. Këshirja video spotet, i ka që është në Big Brother. Po vërjet djali që është shumë original për që ata publiku e ka ndoshtë. Këshirë të muzikantat në detësotit që janë aktiv. Këshirë sa pak artista kanë me të skenë për momentin. Pse? Se ka njësë njerës, kush o fake, apo den, për shembull, shkon të në Instagram do këtë ke ndryshe, pastaj shkon koncert ke ndryshe. Edhe fake i më nuk pëhaj njerës, ta për kuptan. Ka personazhe sidomos këngëtar që i ka dëmtu Bigo sot për shembull mas 2-3 viteve. Po ka plot. Unë mendoj që Fifi në ka dëmtu shumë Bigo. Ka plot. Pse? Edhe mendoj që Fifi hec ka pas nevojë me him big. Pse? Se ka top, i ka pas audiencë, ka pas super këngë të mira. Pse po Fifi, unë mendoj që Fifi t'ja ka dhoni. Jo, ku është Fifi? Po sot në shtash. Fifi, unë që kum po. Fifi para se një Big Brother. Fifi është shumë e talentuar, shumë artiste e mirë, shumë e du, po për shembull llogaritëm në çmim shumë çe vogël. 10 herë ju ka rrit çmime Fifi në koncerte. Po dhe sa koncerte pikaq tash. Kërkesë, po para se sojna nuk ka pas. Zdia, nështë ta mu po mungon me vujt pak me këngë Fifit. Fifi është menoj super talente, super muzikante. Po s'pe konteston kërkush atë. Po mas Big Brother ajo ka pas shumë kërkesë më të mëdha. Tani që e tha dhe ti dush me ditë me menaxhu ato. Nëse zgjen ti me menaxhu tani që ato. Po që Fifi nështë ka penalizuar në karrierë puna e përkushtimit ndaj familjes, jo Bigo. Që ata do të më thonë, po çat vëmendje ti, nëse den me Falindi ke në emision Dancing with the Star ajo, që e ka penalizuar ajo. Ajo e ka vazhdu prapo. Ajo ka vazhdu edhe me këngë, me krejt, nuk është u nal. Po nuk e ka bujën bre që e ka pas para se me hymbe. Vallai jo. Mikë si pasi a ka pas shirin Fifi pjesë marrjes? Se heq asë një pikë s'ka pas nevoj për qatë bek. Unë po të regoj kështë që e di më 100%, do vende ku Fifi ka kënu mas Big Brother, para Big Brother, asë se ka njoft. Tani ka kënu, e kom fjallën, ta jep një qasi edhe këta djemë që në kohën Big Brother në Shqipni, Romeo me Donaldin. Ata, se më ka ra me pas koncert me ta Rinora, ata për herë të parë ka hnu Rinora, shko ku Big Brother, ka në majtë koncertet. Po, Donaldi ka fitur, ka dështu për mendimin të. Donaldi ja ka mohajri, Romeo jo. Shka të po pare Luizë, për mendim me koncerte. Po i këngëtar është. Po, po së kom para sot. Po për shëtet, aje që së kanë dhe ka hymë bek, e ka fitu që ato. Fifi o kanë dikush, dhe me thonë, o kanë shumë aktive, shumë prezente. Po veç vëmendjen, dhije me shfrytëzu. Vëmendja rritë, po mund kënë hubë një aspekt që njerëzit e perceptojnë nështë nuk e kanë ma të idhullin nështë si artiste, po të ja dine dhe disa aspektet qia nështë e paragjikojnë, mund besaj kja ishte... Për një sen që i ka ndodhë, që s'pë du me diskutu si sen të mirë, se ajo është ana shëndetësore e saj dhe shumë keq kanë bo që e kanë kritikua dhe kanë... Ama, Fifi, jo shtonë, që ka do e keqe Fifit? Për që ato jam kunder asaj se s'kisha dasht Fifi me përjetu tënë që të mas që i ka ndodhë prej momentit kur ndodhë ajo skina diri tani edhe mendoj që që ajo pikrisht ka ndodhë që ato ofendimet e që ato bulizimet e përqishet e që ato që i ka ndodhë që e ka ndiku në zbehjen e figurës. Shiko, se e thash edhe më përpara populli mas daljes nga Big Brother, sa do që të ka dashur, fillo edhe zbe atë dashurin që ka për ty, vetëm fakti që të njeh mirë, po themi në të gjitha anët e tua, më të mira, më të errta, më negative, më pozitive, të marrin për të mirë qenë. Dhe fillojnë edhe zbehin interesin për ty. Duhet ndoshta punë, mund, si që ka edhe Valoni që ta mbash këtë famën mbrapa Big Brotherit. Mendoj që Fifit i kanë ardhur shumë gjërash për një herësh, që është dalja nga Big Brotheri, që nuk ishte dalje natyrshme. Ka qenë njoja me burrin e vetë. Lindja e djalit, bëhen disa komponentë që të marrin shumë kohë dhe të tërheqen edhe nga jeta skenike. Sado që ajo talentin e ka, mendoj që i duhet ndoshta një kohë për të shku aty ku ishte. Valon, sipas